Godinat e banimit 3, 4 dhe 5 që në lagjen 1 maj si dhe 24 maj të ofrojnë të njëjtin imazh si për gjatë viteve të sistemit komunist, të ofrojnë sot të njëjtën pamje si në ato vite të para kur u ndërtuan në mos edhe më keq. Duke nisur nga zona e plazhit të vjetër e duke kaluar më pas në zonën Kume dhe në Çole, mund të shohësh pallate nga 3 deri në 5 kate që të ofrojnë imazhe të ndryshme nga njëri tjetri, kush e kush të jetë më i dëmtuar. Disa janë të suvatuar vetëm në një pjesë të tyre, shumë të tjerë kanë postuar qarje mes për mes, si dhe disa godina të tjera banimi disa katçe, ku muret gati po bien, si në pjesët e brendshme të tyre, por edhe në hyrjet kryesore. Shumë prej pallateve në ambientet e përbashkëta, bordura apo shkallë, janë të dëmtuar totalisht e duke rrezikuar që ato të bien edhe më tepër. Amortizim ky që vazhdon edhe në brendësi të banesave, të cilat pa izolim kanë rëmpre e lagështisë së shumtë. Terasat janë një tjetër problem vete, plot lagështi e për shkak të bolierëve të ujit, ndërsa depozitat qëndrojnë prej vitesh si për tyre, duke të ofruar një imazh vërtet negativ. Pavarësisht përpjekjes së shumë banorëve të zonës, sërish këto godina banimi është e pamundur të mirëmbahen, kështu që për këto godina banimi është tepër i nevojshëm një plan i gjerë rehabilitimi. Në qytet faktikisht ka filluar një projekt i cili konsiston në rehabilitimin e godinave të banimit disa katçe në Vlorë, por ky projekt ende nuk është shtrirë në lagjet 1 maj dhe 24 maj. Vlen të theksohet se e njëjta situatë është po ashtu edhe në 2 blloqe të tjera banimi, si në lagjen Kushtrimi apo Bashkimi. Projekti rehabilitues për këto blloqe banimi është tepër me rëndësi, e për shkak të rehabilitimit në total që u duhet me patjetër ambienteve të përbashkëta të këtyre pallateve. Rehabilitimi i fasadave do të ofronte një pamje të unifikuar të tyre, por edhe kushte më të mira për jetesën e banorëve, ndërsa veshja me sisteme kapot do të realizonte izolim më të mirë të godinave, gjithashtu projekti rehabilitues do t'i shpëtonte banorët edhe nga lagështia. Depozitat e ujit të pallateve do të hiqeshin prej terasave për të ndërtuar në katrin e parë si të përbashkët, duke bërë të zgjidhet një herë e mirë problemi i furnizimit me ujë me një sistem qendror të pallatit dhe godinat mos të kishin më lagështi në terasat e tyre. Si rrjedhoj e këtij projekti do të përfitonin me qindra familje, banor prej dekadash në Vlorë, por gjithashtu ai do të ndikonte duke ofruar edhe një imazh vërtet pozitiv në qytet, veçanërisht në këto blloqe banimi.